Shoqata humanitare Fenix edhe me një aktivitet humanitar. Sot kjo shoqat përuroi 2 shtëpi solidare, një në Pleshin dhe tjetrën në Begraz të Kaçanikut. Familjet të cilat u gëzuan në prag të festës së Bajramit shprehen mirënjohje të thellë për donatorët dhe Fenixin, treguan se gjendja e tyre ekonomike asnjëherë nuk ishte lejuar që me mjeteve tanake të bëhen me shtëpi të reja. Shëndeti mësim lajm me shokët e vet, me punëtorët e vet, me donatorët e jashtit. Përshëndetje shumë i respektoj shumë përsëri. Falenderoj shumë falenderoj. Faleminderit botës me lajm donatorëve që na i kanë marrë se shumë kushte të ligj kena pas. Gjendjen e kemi pasur në shtëpi të huaj, tash kemi filluar këtë trejen e kanë kry. Tash është shumë mirë, shumë më mirë është jeta përpara. Është më ndryshe tash për shtëpi nuk kam më çka me menu, vetëm për fëmijë, për ushqim. Të falenderoj shumë familjen time të ngushtë, vëllezërit Adnan Selmani, i cili ka organizatori i parë. Falenderoj Poliklinikën Enes Recep Kamenicën, i cili më ka ndihmuar shumë për këtë shtëpi. Falenderoj shoqatën Fenix, të gjithë i falenderoj që kanë marrë pjesë për këtë shtëpi. Drejtues të Fenixit thanë se për këto 2 projekte kanë bashkëpunuar me disa donatorë dhe paralajmëruan se aktivitetin e tyre do ta vazhdojnë edhe ditëve të tjera. Janë paraqiten shembull shokët e misht nga Londra, me Digashi me 2 shokët e vet. Të 3 shokët i kanë dhënë ka 3000 euro për këtë familje. Dhe kjo familje shembull sot gëzohet dhe kur shihni edhe fëmijët e tina që janë shumë të gëzueshëm. Unë i falenderoj shumë me Digashi me ata shokë që kanë investuar këtë familje dhe besoj shembull që kjo familje tash do ta ka një gjendje më të mirë për arsye se ka qenë shumë vështirë ta vizitojsh këtë familje para kësaj kohe. Sot jemi të gëzuar 2 familje, kemi edhe në fshatin Begraz, të cilën shembull edhe ajo familje do të gëzohet. Aty kanë investuar me shtetina dhe Enisi ka investuar që është dentist. Edhe aja familje do të gëzohet edhe aja sukur kjo familje tashti. Dhe ne shoqata Fenix jemi duke punuar me këtë popull i cili ka qenë solidar dhe është shumë solidar. Unë i përshëndes të gjithë ata që ndihmojnë këtë shoqat, se arsyeja është se nëse shembull shoqata na ndihmon, po e ndihmon edhe popullin, se këta janë familja jonë. Kjo është shtëpia 46 në komunën e Kaçanikut, ku Kaçaniki ka shumë nevojë, po duke ju falenderuar donatorëve që kanë participuar këtu, edhe pjesa tjetër dërmuese është nga Fenixi. Besoj se kemi me vazhdu me punu. Shoqata Fenix pret që gjatë këtyre muajve kur Mërgata është për pushime në Kosovë të sigurojnë fonde të tjera, pasi që lista e familjeve që akoma ka nevojë për kulm mbi kokë është e gjatë.